Nuk pesha të arsyeshme pse me që prindin në dom plazhve, kur i ki mundësit, kur i ki kushtet, si të qove, sa është problema që ja gruja në punë ose diçka. Këtë kena thmi, tash edhe jam familjar, tash edhe me që prindin në dom plazhve për një gru, për një thmi, kjo është gruja. Se kur s'ki respekt prindve ndaj burrit, qa po të vi ma jeta për asaj gruas. E gratë kam qefti me ndryshu pak, mu këthy ma mrapa që shina kanë. E jo për para, që të serialet njeve në morën qafë. Që të serialet që pëkëshyrin, që të Big Brother të hamamit, që të sene. Prej kajtë përna vjen? Prej Prishtine. Prishtine, sa jetoni këtu? Po jetoj. Punon? Sigurin privat. Sigurin privat. Sa vite këtë punë e bënë? Prej 2002-ës. Ashtë punë e shtecën, po nuk sigurim nuk është që është të letë, ballafaqohesh me shumë njerëz. Po sigurimi është pak problem se kime lalloj njerëzës, po edhe maltretim për kompanisë ki. Maltretim? Ka pasur shumë maltretim për kompanisë, a për njerëzve? Po këtë përdorin kompania për punëtorëve, nuk marrin parasysh si klasë punëtor që është, të na shkalojnë e qështu. Atë ka keq përdor ty me si punëtor, të kanë drejtat e tua që po e vërtet është. Pushime këto të tjera që shkojnë. Normal takon pushime, po shama vjetore, mjekësore që është, po nuk i marrin parasysh e qështu sante. Sa të ka bo kjo më zhgëny për punës që je? Për gjithmonë jam i zhgënym. Po s'ka i këqyrin nga qeveria e të kalume, përgjësi, janë ndurë të përkorisë, gjitha, që marrin parasysh për klasë punëtore për sektorin privat, po menaj, po i kanë lanë anash për sektorin privat. Gjatë në vite sa e bën punën si sigurim, atë kanë dojnë në rast me pas që e ki pas shtirë me jetë, me që sigurim ndodhë gjithë shka? Kom pas në raste familjare, pas s'ka marrë parasysh. Në raste familjare, të smute kom pas një familjare, s'ka marrë parasysh sektori privat, e qështu. Unë pyta kështu, për njerëzve, punë kur ki qenë sigurim, a i kanë në rezikun ti? Jo shumë raste të ralla. Ja, s'kom pas shumë të ralla, s'kom pas shumë dishka. S'kom pas. Për te kësaj punës që, a ki pas sfida në jetën tonë? Jo, absolut jo. Dishka sfida të rëndësishme jo. I martu me je familjar? Po. Sa fëmijë keni? 2 fëmijë. Me qatë? Anë familjerit. Anë të kënë familja për ty. Qëfar është? Familja është për mu familja shajtë. Familja është shajtë për mu. Sa i përkushton në familje? Për gjithmonë deri vdekje. Deri vdekje. Për çfarë po mënon për familje, çish kanë ata kanë bërë për neve, tash po do të edhe na për ata. Po ka shumë raste si sfidojnë familjen, ata është në ndërgjegjjen e tyre. Çfarë aspekti sfidojnë familjen? Për që shumica njerëzve që pëlqejnë familjen në përdomet plazhve, që s'pi marrin parasysh çështu. Lloj problemesh që ka për dësh. Si e sheh këto në domethënë që e çon prindin në dom plazh, shtëpinë e plazh. Nuk pesha të arsyeshme pse me çu prindin në dom plazhve, kur i ki mundësit, kur i ki kushtet, si të qove, sa është problema që ja gruja në punë ose diçka, që e familje ty të ka rride që atë. E ti tash po martohesh, e pe çan familjen në dom plazhve, nuk pesha të arsyeshme. Është gjëna për Zotit. Vetë di që është për na mon këtu. Këtë problemi është te fëmia, çfarë sjellë ka ndaj prindve. Nëse se kit sjellët e mira ndaj prindve, më mirë largof ti pjesë shtëpi, jo familjen. A është në mes këtu gruaja, një grua nëse domethënë dikot një burr për një grua, nëse domethënë nuk ka dëshirë jetu me. Po thënë kushtet familjare kena edhe më herët. Koha nuk ka s'ka ndryshuar, absolutisht. Çeja ko kam jetë. Këtë kena fëmijë. Tash edhe jam familjar, tash edhe me çu prindën dom plazhve për një grua, për një fëmijë, kjo është jo absurde. Po jo gjithë fëmijët ti për shembull i përkushton shumë familje. Ka pjesë të burra që ndoshta gruaja nuk ja don prindë, dëshiron me jetu. Aja ka probleme shumë. Ka probleme të mëdha. Ka probleme. Këtë rast çka kishe botja, kishe domethënë në rend para, shkon familja ose nëse kujdes kishe dashur. Familja për mua është e shejt. Të kallzova më herët. Familja është e shejt, tani vin tjera të rënd. Tu marr persone se familjen s'ta don, dëshiron me. Ka edhe në rrugë dalje për shembull, nëse nuk ka diçka fjalë barabart, ka rrugë dalje, më anë ai ka. Familja është e shejt për mua. Kush ka fajt këtë mes këtu? Nëse gruaja. Se kur s'ki respekt prindve ndaj burrit, çfarë po të vi më jeta për asaj gruas. Po njerëzit kanë ndryshuar tash, e vazhdojnë ato të vetën, e të vazhdojnë. S'kam çan më jam punu më shumë. Çka që tash më ndryshu te gratë përgjithësi. Te gratë kam qefti me ndryshu pak. Mu këthy ma mrapa që shina kanë. E jo për para. Që të serialet njeve na morën qafë.
Çdo seriale që pëkqyren, çdo Big Brother të hamamit, çdo sene. A mundon që ky modernizimi po vjen për jashtë që po e fusin Këtë jashtit, këtë jashtit. Se kjo ka qenë përpara, nuk ka qenë kjo situatë që është sot, për shembull. Ç'kjo është. Në fund një mesazh gjithë njerëzve, gjithsesi për ata prind, për burra, për gjithë ata njerëz që na ndjekin kudo që janë, për njerëz, për respektin. Apel përgjithësi rinive, që një familje sa një gjallë. Ata shkojnë, ma nuk kthehen. Ç'kjo është mesazhi i fundit. Si shumë, të uroj ty më të mira në jetë.